Nga Johuna, e dashur, mirë se erdhe, shumë qirë. Qa kam bon ka është mirë me pas këtë privilegj me ju prit. Për herë knatësi me të pas në studio. Faleminderit shumë për kohën. Si ju kam? A patët mundësi me dëgju këngën në fillim? Hajde, rahatoni, të lutem. Shka si e po? Jevon. Sabre. Hajti, jo, ti mas në alti që atje, ti që aty, unë e qëtu. Ti nga të që. Faleminderit shumë që më keni ardhur sot. Shumë qejf me ju prit në studio. Në këtë pasdite që e kemi shumë kënaqësinë që publiku ka vëmendjen gjithmonë për herë pasditeve me neve, edhe mezi pret të shohim se çka po ju tregojmë. E sot do të tregojmë për shumë çka, për angazhimet, po edhe për një këngë shumë bukur. Axha Sabri, unë po e thoja edhe shikuesve, bashkimi i gjeneratave edhe zërave në këngë është për herë shumë i mirë se ardhur, po artistët që kanë një bagazh si puna juaj prej vitesh, a kanë të vështirë t'i thonë po bashkëpunimit me një artist të ri? A është vështirë me thonë po? Po, kur është njeti qëllimi i mirë që thuhet është kënaqësi. Po edhe unë kam qenë dikur i ri edhe jo këto fjalë si du shumë suportu, se jam ma moderne, këta të tjerët nuk din flasin Shqip mirë edhe i përdorin këto fjallë. Të huajat. Po, kom pas qef me më përkra njerëzit, me më pështet, me më di mu. Edhe më kamet falenderimin nga atëherë. Ndaj kompozitorve, me ata që kam bërë dujet e para 25 viteve, me gjithë të tjerët. Edhe unë jam shumë si mi thonë, i knaqër dhe shumë i lumëtur, që kam patër mundësin me Jehonën, me një këngëtare 3, po që i di gjitha zhanërët për t'i kënduar, jo vesh fjallë, po din, se mës me ditë nuk e kisha kënu. E kemi dëgju Jehonën, edhe në fakt unë ju thash mirë se erdhët, po ju keni ardhë në shpinë e juj, kështu që le ta marim të gjithë që po bëjmë një bashkëbisedim me një Golden Eagle për para në shtëpinë tonë. Jehona edhe Rinar, për nisë me ty Jehona në këtë pjesë, Axha Sabri tregoj që dhe në fakt kështu është, neve e dim që kemi këto informacionet për industrinë e muzikës e kështu është e rallë, sidomos nga një artist si Axha Sabri me qenë në duet me të. Që është bërë me undi si fakt fillimisht në trego? Përbes deri sa u finalizu krejtë dhe nuk më doke e besushme, sepse djetë tashti përbjenë adin me lavdu qatë shumë sy, po unë menoj që legjend matë madhe të muzikës na nuk kemi. Edhe tash logarit unë si fmi që jom rritë të i dëgju kongët, të shpresu një ditë, bilet pak të me një skenë me ndo me to. Ajo pat ndodhë 3 vite ma parë në një program të Vitit Riku, për herë të parën e kom taku Axhin Sabri dhe kom këndu një kongë të këti, goditje në zemër në ATV, edhe ma ndej, masi që përfundoj e gjithë mramja, masi që përfundu në gjirimet, na u takun prapë në koridor dhe më tha shumë bukur, tha, shumë mirë ishte gjithë shka, tha, ke zorë shumë të mirë, tha, na, mo e men, tha, na kemi me bo një kongë. Edhe mu do këdishy që pa besushme për në atë kohë. Edhe tu e ditë paka shumë një komunitet, ndoshta jo shumë të sinqertë, që është të na, u këzova shumë, po nuk i dijet, edhe ndoshta nuk do të ndodhë. Po ma ndej erdë puna që na prap u takum në ATV, ma ndej Axhi Sabri ka pos projektet e veta që u takum me Rinorin, edhe kështë që erdhe si ide dhe jam shumë e lumtur edhe falenderuse shumë ndaj Axhit Sabri për këtë projekt që kemi po bashkë. E di sa artistët e ri të gjelozojnë ty tash? E marrë me menë se edhe ko marrë shumë mesazhe, shumë komente. Këtë ta kesh me ditur, është ëndër për shumë artistë rinë që ta kenë një duet të tillë. Andaj ndiu e privilegjuar, a? Patjetër. Rinar, duke qenë në këtë mes, por me të pytë si është puna me Axhin Sabri, konsideroj që më profesionalizëm më sa thuhet. Biles edhe është kërkues, këto e dim. Kjo është shumë e vërtet. Me Axhin Sabri edhe unë kom pas një përvoj, fillimisht kom bo muzikë para disa viteve për herë të parë, edhe ma ndejemi taku në programet këtu në televizionatë, ku ka lindë bashkëpunimi për projekte tjera të studio. Normal edhe për mu si producent ka qenë diçka që sune kom imaginu me pas pun me një kategori që është Axhi Sabri. Unë mendoj që është artisti i cili vazhdon të jetoj
mbar shqiptar më i madh i gjitha kohërave. Kështu që kur na ka ra me bashkëpunu së bashku, e kom pa edhe profesionalizmin e tij që më ka bë edhe mu me rrit nivelin tim të punës apo nivelin tim, saqë për çdo gjë unë mundona edhe me nejt karshi po edhe me marr feedback prej Agit Sabri për punë se a është kjo në rregull apo jo, domethënë është një për njerëzve ma profesional, i cili na është një referencë dhe na jep edhe neve një farë shembullit të mirë se çush duhet mi u qas industrisë për me pas sukses. Për pas që është privilegj me punu këngë, është edhe një barë shumë e madhe, se kur punon me më të mirën, mandej ke frikë se të dridhen duart, e ke pa, kur del para mësuesit më të mirë, e ke me siklet edhe përgjigjen. Kejtë mësimin e mëson, kur del aty, humbe. I arron krejnë. Mëneron, se është puna të privilegji, është punë kjo që shme thonë, njerëzit që dinë dhe që munden me dhonë dhe ma do zemra mos me met në njëje. Me met në njëje zoni i jehonës edhe këndimi. Kjo është këngëtare këtu të ne, në ATV dhe gjithandej. Rinori është edhe orkestrues, edhe tekst shkrues, edhe instrumentist këtu në ATV dhe gjithandej në për koncerte, në për kudo në botën shqiptare. Po të ngelen këta në njëje, është, si me thonë, është mkatë. Jo që unë e kom bo namin një diçka, po unë me Rinorin kom fillu edhe me bashkëpunu, i kom edhe këngë tjera, edhe kom profesorit Luli për kushtuar nanës, që është këngë, është tekst shumë do me thanës, që i prejkë zemrat e gjitha tyreve që ju ka shkuar nana, sepse nana nuk vdes, po që e ka bo me një struktur të vargjeve ka qenë pa ritëm, pa rim, si ka sublimu kjo ato që mos mi jahup që sëndin e bukurin e do me thënë në tekstit, me i shëndru në melodi dhe në orkestrim. Me Rinorin jemi akoma duke bashkëpunu këngë tjera, krejt, edhe na e dim, edhe jehona, edhe njerë po them, këndron edhe popullore. Ti e din. Ka qenë programin tonë për bashkët këto. Këndon zbavice në gjuhë angleze, këndon si gjitha këngëtarët e njohura botërore. I ka gjitha, duhet me punu shumë Rinori për te, sepse janë bashkëshort, Rinori e ka studion e ti, i ka zdo sen edhe i kom thonë, unë me jehonën, s'kom nejt, nuk jom taku mja 20 minuta, nashta sot mas shumë ti që të ndajtëm, se nuk, po Rinori të kom thonë, Rinori, shfrytëzoje zonin e jehonës, po shfrytëzoja për të mirë, që ndisja kongët se e ke bashkëshorte, zbritni në studio se poshte kanë studion, ju naltë banoni, apo, zbrit, ushtroni ditë e natë, sepse vetëm puna i arrin gjitha ato, për mas me nejt edhe njerë po thëmë në njëje se jehona din me këndu. Rinori është krejt muzicientët thonë, që është ndër muzicientët më të mëdhej dhe më të mirë, dhe ditë kompozoj, dhe të orkestroj, dhe gjitha, e me vazhdu punën. Për që tha, kemi ardhur dhe, po të falem dhe rëvëm ty, që erdhëm me një diçka që dihet, që ndëgjohet, e mirë, një lulje e mirë, si kurse në era e ime që i ka patër lullet e i ka të mira, po gjelozia e shpirtzeza e jem, se u të që po ma marrin, një mi herë e kom thonë, janë ala kongën, e që pikën zemër më kanë ngelur. Edhe kjo, i ka ato lullet bukur, ato që din, me vazhdu, me jetës për para. Thash zoti, hajde, njerëzit e ndëgjojnë. Ti ke lindë për mua, nuk vuja i nga ato, ata këngëtarë që për një natë i bojnë 3 milion e 5 milion, bravo që i bojnë, s'ka më mirë, po punë të mira vina vash avash. Rruga në jetë, rruga muzikore, është shumë e gjatë. Kur që s'bot për një natë, mrena natës, mrena sforcimeve, mrena jo, vesh me këto. Kjo po hecke edhe s'po ndalke, se kur kjo në gjirosët me këto, jo plasojmë atyne që na dëgjojnë, herë do kur da, njerëzit na përqafojnë e na duan. Shumë e vërtet.
Shumë e vërtet, dhe kjo është më e bukura në fakt që publiku e dallon shumë lehtë kur është diçka e punuar me krejt zemrën edhe me plot dashuri. A flasim pak për këngën, ti ke lind për mu, nota pozitive shumë edhe në videoklipin, komentet me atë sa kam pa edhe në rrjetet sociale, po edhe me klikime kishte jetë shumë mirë, me atë sa e pa shumë dhe deri në këto momente që po flasim sigurisht. Kush kishte idenë për këtë? Apo Rinor ta lan krejt ty? Ti këndojmë dashurisë. Poliona, Gjisabri. Folë zemra, po ti e ke po. Ideja ka qenë fillimisht, a Gjisabri mi pa dhonë disa koordinata që shpo dënë me pas një këngë verore, edhe unë e fillova mendova dhe e bona një koncept edhe të tekstit, edhe të melodis, me qenë edhe ritmike, me qenë e përshtatshme edhe për dasma në cilat a Gjisabri merr pjesë, po edhe në për klabe. Edhe fillimisht ka qenë ideja që me qenë kënga a Gjisabri, veç vetë. Edhe dul kënga me të vërtet kush do që e ka dëgju që ata 10-15 veta në studio sa ka qenë, në mesin e tyne normal, edhe Gjisabri që ka këndu, dul u tingloj ke që është një këngë e bukur. Edhe ma ndej, veta Gjisabri na pat dhonë si ide, tha nëse doni, na normal, gjithmonë e kemi pas shefin që dhe je una me pas një duet me Gjisabri, tha mujna me realizu edhe bashkë me unë, tha, po ne ta këndon një era ajo, të këshym qush po dhe. Edhe e una një ditë prej ditëve kur kënë studio, tha shajt e unë kënoj ti që të pjesë që shtu, unë e që e konceptova, aty për aty, edhe pat nejt ma ndej një kohë, kështu, ka ardha Gjisabri për këngë tjera, hiq që kom lëshu. Kur një ditë prej ditëve, tha Gjisabri, ata lëshevesh pak dhe gjë, që shpo do këtë me vokalin e e unës, adin? Kultura e ti është, nuk o imponus. Jo, absolutisht. E kalon në 3 herë për përmeni në nënhije, do në mile, jo, nuk banë. Po, edhe kur jallë shova, veç pse e ka njës 3 notat e para të pjesës Jonës, u kry. Tha, kjo bohët. Edhe pi tham Jonës, shtu po tha Gjisabri, po vi pe kënoj edhe njerë. Hiq më se këna vashta njerë, se super është. Se më donë matë mirën, të e bo men që ka me dojnë mandi me Gjisabri, të shë ajo du të me kënu edhe njerë, të mënuna edhe pak ma mirë, po këta tha një mos... Edhe Gjisabri tha, a e ka kënu me zemër. Gjithmona jo originalja është ma e mirë, sa të që e përsërit. Qaj ndjenja, se ti mund është me kënu teknikisht ma mirë, po me ndjen njerë kënën, kështu që edhe mandi u bo dhe klipi, u bo dhe promovime. Nuk po dyshoj që kjo këngë, sepse këngë të dashurisë, në fakt, Gjisabri ka këndu shumë dashnisë në ndër vite. Edhe kjo është dëshmu mas miri me ato që qiftet në datën e tyre, në ditën e tyre më të rëndësishme tjetës. Në fakt, Gjisabri ke qenë figura e parë e skenës muzikore që e ke ba këto hyrje në surprizë. Ta që shohim shpesh, në fakt, po ti ke qenë dërtë parët që ke shku surprizë me i ba qiftit një këngë që ata kanë pas për herë për zemër. Edhe sot, akoma, besa edhe ti ke lind për mu, ka me fillu me u kërku edhe me qena e pjesa kryesore e mbramjes. Qëfar emocioni dalën kur je para qiftit edhe para gjitha atyre familjarve? është ndërë dhe knatësi fjallë që janë stërt konsumuara, po është ndërë dhe knatësi kur, sepse jeta është jetë dhe i ka lindjen, rritjen, martesën, vdekjen, ajo që ofë largë atje për çdo njerin, kur ti vije koha vetëm, po është knasi sepse dasma bat për gzim, për shpirt. 2-3 kur të bashkohen, aty ka dashuri, ka emocion, ka ndjeshmëri, ka lot, ka gzim, edhe ty të ftojnë dikush nga familjarët. Për herë të parë, kur më ka thënë menaxheri im Avni Selimi, sa e kanë dëgju këngën Urime shpirti jem, që më ka bërë Kreshnik Avdiu me tekst të ti dhe me orkestrim të ti, tha, shka me bëmë në Avni Ndasma? Tha, me këndu, po thënë Urime shpirti jem dhe vetëm këngë tua që shi këndon ti. Si musafir special, do me thënë, është një këngëtar, apo 2 këngëtar edhe me shku. Po tani unë e kur ty, po do të edhe me folë diçka, me javuru, si prindi, si unë jam prind, jam gjysh 12 herë, edhe që ka ma ndjenë zemra i thamë, për 2 shpirta 3 që dashurohen e mirën, e që sytë e tyre flasin një botan, një histori dashurie të regojnë në mes tyre, ndjem shumë mirë, ndjem i plotësuar, dhe më vjen mirë që jam në shërbimin e atyre, për atë natë që më kanë zgjedhur të jem mysafir special. Nga jo natë,
nuk janë dalur më u bënë, sidomos që 3 vitet fundit, mbrëmjet kur vinë dasmat, gjitha ndej të shkoj në Shqipëri, mos flasim, në Maltëzi, në Macedoni, në Kosovë. Piknisi është urime shpirt jem dhe pastaj unë e dua punën shumë. Unë investoj në këngët mia. Ashtu si marë, nuk më dhimsen për me dhanë të kompozitorët, të këshusit, orkestrusit, për me ba dhe këngë tjera që kur shkoj mos të korritem, po të plotësoj atë program të u knaqi shpirtin atyre njerëzve që kanë ardhur në atë dasëm edhe dal i realizuar profesionalisht nga jo dasëm, mos dal që ish këndoj në shiti këto dhe me që është 60 vite këngëtarë dhe unë kam qenë vetëm me këta, edhe me këta. Po, qito më kanë majtë në jetë, edhe kjo, koka ullur, qito më kanë bajtë, edhe falemderimi. Mirënjohja ka qenë gjithmonë vërtet i juaj, e që në fakt nga brezat e rinë, ndoshta kemi nevojë ta dëgjojmë më shpesh. Sigurisht. Biles nga njëherë kërë shoha Agjen Sabri, thëmë, si s'mujtëm edhe na pak me qenë ma shumë mirë njo si Agjen Sabri, po ja që ne jemi këtu për me mësu prej jush, edhe është gjithmonë privilegj me mësu prej më të mirëve. Motin jemi bashkë edhe pse jetë fëmiu, jem zemra, jem e mirë. Jetë s'kenë që i apajisur me sharmin e me diturin për të dhequr emisione, për me qësëndin që e ke edhe me personalitet televiziv. Faleminderit. Mos më skuqni se mik pak make-upi. Vera për juve, Rinari e Huna. Sigurisht kjo këngë ka me marrë den, ajo nuk diskutohet, po keni me qenë të angazhume dhe ju Agjen Sabri veç e përmendit, i këndon po thuaj se gjitha zhanret, edhe muzikë të huaj. Ku ki me qenë këtë periud? Po si edhe verat e kalume, do me thonë tash janë bo 3 vite që dhe ne jemi pjesë ahengjeve familjare dasma, mirë po jo ndoshta në atë sensin që vesh popullore, fakti që e përmeni Agjen Sabri që unë i këndoj edhe zhanret e tjera, janë dasma pak ma sofistikume në ashta mëj me thonë që po bëj muzikë edhe popullore, të vjetër qytetare, ka raste kur edhe me qiftet që dali me u marrë verse qysh tek shkon, kërkojnë edhe anglisht edhe zhanret të ndryshme, cilat na mujna me i bo, kështu që mirë, kemi me qenë të angazhum këtu në për Kosovë, kemi me qenë në Strug, në Macedoni, shumë mirë, do të thëtë prej gjysmës korrikut deri në fillim të kushtit jemi tërkuas. Tash, a kërkohen Rinar më shumë, a rriten kërkesat për këngë të reja, apo veç janë kujdes me realizu paraprakisht? Jo, tash është sezona që krejt veç se i kanë punu dhe i qesin. Në në vanë kemi edhe projekte tjera që janë dhe si kena qitë, por normal gjdo projekt që bot me një emër të madhë, është një reklame mirë për neve të rinjeve, në këtë rasi si për jonë në këngëtare, ashtu edhe për mu si producent. Unë për shembull më përmend që Agjen Sabri kërkar për herë të parë në studio vjetë, ndoshta vitin e kalum, veç një story e kemi qitë, veç për qasoj story ka nërë një 15-20 kërkesa për këngë të reja. Veç prezenca Agjen Sabri aty, e kështu që, po, kjo është diçka evidente. Për masi që e kena publiku këngën, bashkë me Agjen Sabri, normal, ka pas kërkesa shumë, sidomos edhe prej televizioneve, kështu për intervista, për emisioneve tjera që kanë muzikën, që edhe me bo muzikë live e kështu, po edhe kërkesa për mramjet të ndryshme muzikore, normal, tash ato datat që i kemi, do me thonë, po janë të nëzanda. Kështu që Më falë. Jo, që pa me lakë. Vera për duket që ka me qenë shumë e mira dhe për neve. Edhe mu natyrë shumë linë pytja Agjen Sabri në këtë verë të angazhume. Dhe me thonë, ke realizu plot këngë, tha Rinori që kjo s'është e vetëmja, ka plot tjera. Data, dasma, mbrëmje, Rinore, gjithandej. A je lodh, a po ke kohë të lirë? A di të linë natyrë shumë pytja, se na po lodhemi për 3 orë punë. Para një 15 kam qenë qaqi lodhër, më vje keq kam patur në Venecia, kam qenë iftuar me Nerën, me shku bashkë, edhe Ermali ka qenë me Arjanën, edhe me Arthin e Bunën, edhe miku im Sinani ka qenë, kemi patur për të kënduar në një dasëm madhështore shumë, unë smura
këndova në Zdiku, në Societe, në Prizren, në Kaçanik dhe në 12 natës unisa për me shku në shpinë në dorës me flejtë, që të nesëm në kishme në orën 4 pas dite aeroplanin për me shku në Vjena, po kër u bo ora 5 më gjesit, unë kesh i kolabuar para 5 ditëve, më roku temperatura, gjdo gjë, kolitja, që sot mu ka ndaluar pak, dhe fillova me rikopuru, më ka ndihmuar mjek doktoresha Valbona shumë, që e falenderoj nga zemë. E jam i angazhuar korrik dhe gusht, tonë korrikun dhe gustin. Unë duhet me qenë, me o plotësu dëshirat. Atë pa kohë të lirë që e ke. Si, më falë? Kohën e lirë, kur e ke. Kohën e lirë. Në mesin e kretë angazhimeve. Qysh e shpenzon? Kohën e lirë kom që me nerën, me dalë, edhe se as nuk kom kohë të lirë shumë, sa që ambeson diçka. Kur tullem shpi me hangër buk drek, që më qëtë nera, se unë jam dikon që i thëmë nerë, ajo në për dhoma dikon. Urdo, o ullu këtu. Kom që vesh me pas prezencën e saj që hajtë folim diçka, hajtë se nuk po kemi kur, jetë po më shkon. E krejt njerëzit kanë bashkëshorte edhe krejt i duan, ja demek veçone. Po, janë bodë ca vite, 22 vite me ta, unë edhe pak 80 dhe jeta më shkoj, kohën e plotësoj kështu me artin, sidomos ai vjen mrena ditës se kam smurje, me mpa. Vjen edhe era, shpirti jem, malit, vjen edhe buna që është një bukurie rrallë, një shpirt, ajo po. Pak e mbyllur është buna. E ana, 5 herë në ditë me telefon flasë me te, se ajo është princesa e gjyshit që është e çmendur pas gjyshit. Edhe gjyshit si aprish hi qefet. O, edhe unë i thëmë, princes, ku je princesa gjyshit? E që kum vesh edhe silët, edhe unë jep fjallë miradije, që është që shmini në zemrat, që është. Ato po ma plotësojnë jetën, vjen edhe Ariana, shpres, në thret, me shku... Po meqt, apo ankohen që ti s'po gjenë kohë për ta. Atë ka marrë malli për nëj shok me taku, me nejt, me dikë, mes vitesh, ndoshta prej angazhimeve. Sa mirë, më ka marrë malli me nejt, me miqe, me shoke, me dashamir, sepse po shkon jeta. Një shok e kam që rri me te, mas shumëti, është Fadila Bazi, nga Prishtina, ato e kam shok shkëto pandashëm. Edhe punët e veta i len për me qenë me mu, për me më përkra, për kur shkoj në i kongë me ndëgju, ose me ndu, ose me diçka. E madhim ka marrë me nejt me Sinan Vlasaliun. Që sa kohë si një pa? Sinan Vlasaliun ka një vit s'kom nejt me ta. E që s'po e të proj, një 300 paracitje bashkë i kena pasë një jetë. 300. Minimum, them. Ditë, natë, pa gjumë, pa krejt. Jemi edhe një mahalës, jemi edhe familjarisht. Të lidhur ngosht, Të lidhur. Jemi edhe një mendësie, si me thonë. Jemi të një shije muzikore, një finese. Jemi kritik ndaj njeri tjetrit, në kuptimin pozitiv. Sigurisht, konstruktiv. Se vetëm që ashtu muj me hec për para. Sepse si unë, si aj, si Jehona, si Rinori, si gjithë jemi në shërbim publikut. Ne jemi shërbëtor. Ne edhe ka marrë mali për ta. Po tje duke na pa të arsinoni, me njëherë kam me të marrë në telefon mas emisionit, se sigurisht edhe aj me këto punët. Rinori dhe Johona, dëgju ta gjithë në Sabri për çështjen e dashnisë edhe njeriu të zemrës, zonjë Nera, që në fakt kush e njeh për së afërmi nuk ka qysh mos me dashur atë njeri pozitiv. Ju edhe bashkëshort, po edhe punë të njëjtë, një profesion të njëjtë. A ndjeni veten pak të privilegjuar, apo është akoma më zor me qenë të dy në të njëjtën fushë? Unë e kisha me thonë, për mu, 80% është ma mirë, për se cilin sen, sepse veç puna e
menaxhimit të nejave, me u marrë vesh me njerëz, e gjitha këto që i krynë rinorit, do me thonë, mu ma ishtë një barë shumë të madhe. Mande edhe fakti që repertorin tem me den, edhe nuk kam nevoj kur me u këthy me ja të regu as tonalitetet, as qysh me i lidh, është shumë alet. Mirë po ndoshta fakti që na, që shë përmenja dhe Argje Sabri, që e kemi studion poshtë të shpia, edhe e ki një farë ndjesie që okej, hajtë se nuk e bëj sot dhe bëj nesër, ndërkohë që koha etë shumë shpejt. Edhe që kjo është ndoshta pak edhe mandej, të dytë e kemi ndoshta mujna me bo që to pak ma mirë, jo pelojmë këto pe qesim një kong tjetër, unë muj me thonë ashta minimum një 20 demo i kam në studio. Edhe që ishdosh ndoshta Ti e me privilegjume, shkon kur dush aty, Harinor? Ose që ashtu, në këtë aspekt po, ka njerë si automekaniku që thojnë veturën e vetë nuk e ndreq. Edhe na, hajtë edhe qëto, hajtë edhe këti, hajtë edhe ati, e tash jemi të dëgjua Gjin Sabri shumë në këtë aspekt, sepse ka edhe të kalume edhe të kaluar të dëshmume me sukses. Që i kena dhona Gjin Sabri, apo na të regon qysh du të mja bona, edhe kena me dëgju krejt. Edhe për na jep këshilla, do me thonë... Jo, por na vynë këshillat edhe me na inkuraju pak, që me punu. Edhe ato që e tha Gjin Sabri, do me thonë, veç se ja kemi fillu këto mujtë e fundit, edhe kemi të sakta dhe në fund vitit, se sa projekte kemi me bo, qfare kemi me bo, kur kemi me plasu, e tjera, e tjera. Po flasim sot, po edhe në programet që përmendëm, edhe të vitit të ri, edhe të projekteve të tjera, të gjitha po i bëjmë këtu në një ambient të njëjti televizion ku frymojmë për çdo ditë se cili prej nesh, se cili me angazhimin e vetë edhe me punën e vetë prej vitesh në fakt. Dhe kësaj logoje që na lidh më së miri me publikun. Ku ka më mirë se sa kur ti drejtohem unë çdo ditë publikut edhe i themi diçka. Po ashtu edhe ju përmes këngëve edhe programet e bukura që kemi realizuar, kam pas fatin të kemi programin e vitit të ri, por edhe një gjë tjetër për publikun që po pyet vazhdimisht me atë që janë kënaqur, po edhe të mësu histori, po edhe me ato finesat e humorit. A do të kthehet seriali Tre vllaznit? Për serialin po thu. Po flas vetëm shkurt sepse për arsye se Ilir Tafa nuk ka dëshirë të flitet për the. Okej. Po çka më bëni që un jam njeri i tillë që atë që unë e ndjej, që mendoj, kam dëshirë me shfaq, edhe të këqia shumë i shfaqi, që din Rinori. U a them njerëzve drejt, pastaj ata thonë, ky qenka, po s'mëri shpirti rahat. Jo t'ja bëj pas shpine të flas, nuk kam dëshirë. Ilir Tafa është aktori më i madh në barë shqiptar. Për mua. Dhe për gjitha ata që televizioni Tre vllaznit është seriali Tre vllaznit është seriali kisha me thonë botën shqiptare për momentin vitet fundit më profesional që mund të realizohet në televizione tjera. është një ekip e tërë e filmit prej 25 vete që punojnë, që punohet në realizimin e një seriali. është një plejad e aktorve të lloj-llojshme që marrin pjesë në te. Janë me mija harxime materiale për këtë serial. Po, bosht kurizor i serialit është Ili Tafa, Iliri me rolin e tina. Edhe me rolin e ti kryesor. Jam shumë nderuar që luaj, prap 4 epizodat fundit i kemi gjiruar këto ditë, dhe besoj që ka fundi shtatorit prap startojmë. Njerëzit kanë nevojë me pa një serial të tillë diçka. Me respektin për çdo serial televiziv në për televizionet tona gjithandej, kjo është diçka, përshveç mendimin tem, më profesionale, më jo improvizime, jo fjalë çka të vije në mend. Hajtë ma thuaj ti, po shoh kamera ty të rrok dhe ti thuash, jo. Dhe duke qartë edhe nga investimi, edhe nga logjistika dhe rrjedha si zhvillohet. Edhe është shumë i shikuar dhe shumë i pëlqyer. Prandaj po pyesin, a do të kthehet? Edhe unë legitimisht e bëra si pyetje. Unë nuk di të luaj në atë. Unë jam aktori diplomuar, kam punuar, ju e dinit, 38 vite. E pse ke këtë modesti nuk di të luaj? Po jo, më ka ikur mua, jo, ndjenja, ndjesia, raporti, aktrimit, për të dialoguar, për të monologuar,
si ta plotësoj rolin me lëvizje, çka të flas me trup e të mos kem me fol. Kjo është më e madhja. Do të thëmë për një aktor, më e madhja në jetë është që po flet pa patur fjalë për të folur. Çka po të flet fytyra? Çka po thu? Iliri i din. Roli ti i Bajramit Dhot është brillant çka banaj, si e banaj, si... Dhe jam shumë i lumtur. Bukur, pra një lajm të mirë për sezonin e ardhshëm, për një rikthim të epizodave të reja të serialit. Unë jam në fund krejt, do doja që nëse keni diçka për tonë, më lejoni edhe një herë më ju përgëzu për këngën, edhe me ju falenderu shumë, ma keni bu qefin se e di që ju kanë ftu, edhe qef kanë të gjithë me ju pas. Unë këtu tani ndihna pak e privilegjume që juve ju kisha sot këtu. Shumë suksese, një verë me shëndet që është me rëndësishmja, edhe me punë sa më të mbarë. Falenderit shumë. Unë Johonës i të shoj shumë suksese. Veç le të vazhdoj, rinorit pashto, kështu me los zemrës ju dëshroj, se di që mujnë me arritën shumë, edhe kanë me arrit, edhe ty që me mbetë përgëzu gjithmonë, bravo, nuk i ke letë gjdo ditë të mbash emision nga një orë në ditë, për të sajuar gjithmonë, për të gjuar, për të ditur si vinë, për të ditur gjdo gjithë atyre tjerve që vinë mysafir, është bravo të qoftë. Si shtua dhe ti, kur bëhet me zemër, është shumë e letë, kështu që edhe unë e dua këtë. Edhe, po e thom edhe një herë, që sarë të flasë për Ilirin, unë e largoj marrëdhënien shoqërore që e kem, po kam obligim moral. Unë jam i punësuar në marrëdhënie pune si advisor në ATV, që 2 vite marrë rrogë nga Ilir Tafa. Ajo është individ, nuk është shtet që më paguan. Ajo është djersa ti, është mundi ti, që unë në fund të muajit, pos tatimet që më ndalin, une pos ato obligimet që janë për shtetin, e që tani jam shumë i lumtur që e paguajmë vazhdivisht, jo vetëm unë, po gjithë këngëtarët, dhe këto dasma që do të vinë tani, sa kemi me pagu, dhe shqyqyr që kemi me pagu. Ja, pagujmë shtetit tonë, po nuk është jeta veç me marrë, po duhet me marrë me dhënë, sepse jemi njerës, me falemderu me shpirët e me zemër, që ma ka mundësuar me u punësu me një kontrat 20 vjeqare. Unë jam 78, 79 i bëj nëntor, tash një shtator, 20 vjetë, po si e thoj atërë. Po si jo. Po jo, po me falemderu. Falemderit ty shumë, falemderit gjithë shikuzve të ATV televizionit, të emisionit tënë. Fantastik. Lërur në një fjalia, barë nëse nga muzikant ata që Sabri nuk di me full, po edhe po du me thonë një fjali për pjesën tonë të bendit, ku na bojmë muzikë, do me thonë, këtu edhe unë deshta me falenderu shpinë e madhe mediale ATV, që e ka bo një standard në Kosovë, cili nuk ka egzistu më herët, ka pas emisione që janë bo njerë një avë dhe kanë pas një bend, ndërkash në Shqipëri prej fillimit 2000-ave kanë pas atë standard që e kanë marrë prej Italis, prej hapjes televizionit, na kemi edhe bendin ATV-s, ku i realizojmë rreth 15 kongë njaftë, edhe dikun 350 dhe 400 kongë në vit, me artistat ma eminent në barë shqiptar, edhe me kushtet më të mira që mundet mi ofru një televizion ose një media private, një bendi profesional. Kështu që jam i lumtur që edhe unë jam pjesë ati bendi edhe e qësaj shtëpije mediale. Bukur. Ne të dhonë që jam pjesë e bendit prej fillimit, veç kisha pas qef një falenderin për Red Median edhe për Beratin. Po, që kanë realizu video. Që kanë bo videoklipin. Edhe falenderit shumë edhe ty për hapsire. Shumë knaci që ju kisha. Ku dhe në botë shqiptarët me shpirt e me zemër, i dua shumë, sa sytë e mi, edhe i përshëndes shumë. Ju pri fati e shëndeti ko të në botë, se s'kemi jetë pa juve. Që do mos ata që janë në diasporë. Përshëndesim.